e mërkur, dashi. Guximi të ndihmon të dalësh përpara, sidomos kur bëhet fjalë për bashkëpunim. Mos i bëj të gjitha vetë, ndarja e përgjegjësive do ta lehtësoj ditën. Mos e nënvlerëson një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Demi, sot mos u kap fort pas të vjetrës, sepse puna kërkon fleksibilitet. Përqendrimi te rezultati konkret do të kursej kohë dhe nerva. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Dinjakët, mos u shpërqendron nga shumë mundësi, sepse familja kërkon fokus. Në familje ruajtoni në but. Dikush ka nevojë për mbështetje më shumë se për këshilla. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Gaforja, gjeshmëria jote është e lartë dhe të ndihmon të kuptosh më mirë miqësinë. Një takim ose telefonat mund të rikthejë afërsinë me dikë që e kishe lënë pas dore. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Luani, vëmendja mund të kthehet nga ti. Ndaj komunikimi kërkon sjellje elegante. Dëgjoj deri në fund para se të përgjigjesh, aty fshihet çelësi i ditës. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë pesh. Ygjëresha, një plan i thjeshtë mund të zgjidhet nga një ngërç i vogël në njohje të reja. Një kontakt i ri mund të jetë interesant, por mos jep besim të plot që në fillim. Mos e nënvlerëson një shenjë të vogël që u vjen gjatë ditës. Beshorja, mos e shtyp pafund një vendim. Bashkëpunimi kërkon qëndrim më të qartë. Mos i bëj të gjitha vetë, ndarja e përgjegjësive do ta lehtësoj ditën. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Akrepi, dita sjell emocione të thella dhe mundësi për kthesë në punë. Përqendrimi te rezultati konkret do të kursej kohë dhe nerva. Në fund të ditës do e kuptosh durimi ishte zgjedhja më e mirë. Shigjetari, dëshira për liri rritet dhe të shtyn të shohësh më larg në familje. Një familje ruajtoni në but, dikush ka nevojë për mbështetje më shumë se për këshilla. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Pritjapi, sot një hap i matur vjen më shumë se një nxittim i madh në miqësi. Një takim ose telefonat mund të rikthejë afërsinë me dikë që e kishe lënë pas dore. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë pesh. Ujori, një kontakt ose grup mund të ndikojë pozitivisht në komunikim. Dëgjoj deri në fund para se të përgjigjesh. Aty fshihet çelësi i ditës. Mos e nënvlerëson një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Peshit, mos u humb në mendime. Në njohje të reja, bëj një hap të qartë. Një kontakt i ri mund të jetë interesant, por mos jep shumë besim të plot që në fillim. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.